Helmimet e nxënësve të shkollës së mesme të mjekësisë që ndodhen në hotelin Galep të Strugës janë realitet i pamohueshëm. Këtë e vërtetojnë kuadrot që televizioni i Art i xhiroi përpara rreth të smundjeve infektive të qendrës shëndetësore të Tetovës. Gjatë kohës kur pritja që të hyjnë në repart arrita të regjistrojë 3 raste të reja që prindrit me veturat e tyre i prunë për ndihmë shëndetësore. Si vrejti reporteri juaj, simptomet e fëmijëve të helmuar janë këto: shtangime, shqetësime, frikë dhe nuk mund të ecin vetë, por kryesisht i ndihmonin prindrit apo të pranishmit që pritin të kuptojnë diçka më tepër për fëmijët që i kishin të helmuar në repartin infektiv. Vlen të përmendet me këtë rast humanizmi i madh i personave të cilët duke sakrifikuar çdo gjë me vetyrat e tyre personale ofronin ndihmën aq të nevojshme për t'i transferuar fëmijët me pasoja më të rënda të helmimit në spitalin e Shkupit. Gjest për çdo përshëndetje. Në orët e para të mësimit kanë pësuar helmime, duke u shkaktuar atyre dhimbje të barkut, të kokos, maramendje dhe shtangim të muskujve, që manifeston një rast identik me helmimet që më pari përmendëm. Ngjarje këto irituese, brengosëse, shqetësuese, sërish nga faktor dhe agens të panjohur. Derisa ky ynë qëndroi në spital, pati edhe raste të reja të smurve, të cilët vinin për t'u shëruar, por informata zyrtare nuk arritëm të sigurojmë, nga se kushtet ofronin një gjë të tillë, sepse askush prej kompetentëve nuk ishte në gjendje të flasë më gjerësisht lidhur me këtë ngjarje. Në edicionet tona të ardhshme të lajmeve me siguri do të dalim me informata më zyrtare dhe më precize, si nga ana e nxënësve dhe arsimtarëve të tyre, por edhe nga ana e kompetentëve në spital. Sot në sheshin e qytetit të Tetovës, arkivi i nxënësve, prindërve dhe profesorëve organizua një miting protestues për ta manifestuar revoltën e tyre, si dhe të mbar popullatës në komunën e Tetovës, lidhur me ngjarjet e fundit të helmimeve masive nëpër shkollat fillore dhe të mesme të komunës tonë. Me një organizim të bukur të këtij tubimi, ku në mënyrë simbolike para masës ishte vendosur një nxënës i maskuar me maskë ushtarake kundër helmimeve, si dhe prapaskena aq bukur e rregulluar ku dominonte mbishkrimi në lernit të qetë, sot në qendrën e Tetovës, sipas vlerësimit të lirë, ishin tubuar mbi 20.000 njerëz, të cilët edhe në këtë rast demonstruan revoltën e tyre kundër kësaj dukurie që qytetërimi evropian nuk e mban mend. Sot në prag të shekullit 21, dhe ç'është më e keqja, këto gjëra ndodhin edhe në javën botërore të fëmijëve. Në masën e tubuar qartë dalloheshin parullat dhe pamfletet e ndryshme si dënim kriminalëve, Maqedonia oazë e helmimeve, qeveri, andjesh fajtor, larg duart nga rinia shqiptare, pse neve e tjerë, të cilët shprehin edhe në këtë mënyrë revoltën dhe pezmin e popullatës që në këto ditë janë goditur në qenjen më të dashur, në fëmijën e tyre në ardhmërinë tonë. Në tubim ishin të pranishëm edhe subjekti politik shqiptar, Bashkia Islame, shoqata të ndryshme, lidhja e gruas shqiptare të Maqedonisë, si dhe të gjithë ata njerëz me ndjenja humane dhe civilizuese, të cilët çdo herë kanë qenë dhe janë kundër këtyre dukurive negative që ndodhin në trevat tona.